Banorët e lagjës së trimave në Kumanovi kanë vështruar dëmtimet të shtëpive dhe të pasurisë së tyre pas përleshjes armatosur nga të cilat janë vrarë 8 oficer të policisë. Autoritetet thonë se 14 persona të armatosur po ashtu ishin vrarë gjatë luftimeve që shpërthyen vonë më 9 maj. 5 nga personat armatosur janë identifikuar se ishin nga Kosova fqinje. Në vitin e 2001 në Maqedoni ka pasur konflikt armatosur ndërmjet kryengritësve shqiptar dhe forcave qeveritare. Në kryeqytetin Beograd të Serbisë, grupi antiluftë Gratë në të Zeza e kanë inskenuar një shfaqje me titull Duke e kaluar pragun, ku paraqitet përfshirja e guximit për zbardhjen e krimeve të luftës. Ky inskenim është bërë 2 muaj para se në Bosnjë Hercegovinë të shënohet 20 vjetori masakrës së Srebrenicës, në të cilën forcat serbe të Bosnjës i kanë vrarë afro 8.000 burra e djemë musliman. Pjesëtarët e grave në të Zeza punojnë me organizatat e tjera jo qeveritare për promovimin e pajtimit pas luftës dhe për njohjen e plot të ngjarjeve në luftrat në Ballkan. Në kryeqytetin Kiev në Ukrainë, mbështetësit e pilotës ukrainase, që është edhe anëtare e parlamentit të këtij vendi, Nadia Savchenko, janë tubuar për ta shënuar ditëlindjen e saj të 34-të. Prej korrikut të Nadia Savchenko mbahet në burg në Rusi, ku ajo thotë se ishte dërguar ilegalisht pasi ishte rrëmbyer nga separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Ajo është akuzuar për bashkëpunim në vrasjen e 2 gazetarëve rus në pjesën lindore të Ukrainës. Savchenko e ka hedhur poshtë të akuzë dhe thotë se ajo është e motivuar politikisht. Për më tepër se 80 ditë ajo ka mbajtur grevurie në shenjë të protestës për mbajtjen e saj në burg. Në kryeqytetin Kishinev të Moldavisë, banorët e kanë festuar ditën e Evropës, ngjarje kjo që është organizuar nga Bashkimi Evropian dhe disa ambasada evropiane. Pjesëmarrësit në këtë manifestim më 10 maj kanë pasur mundësi të mësojnë më tepër për nismat e BE-s dhe për kulturat e shteteve anëtare. Ky shënim u mbajt para samitit të vendeve të partneritetit lindor që synojnë antarësim në BE, përfshir Moldavinë më vonë këtë muaj. Në qytetin Peshavar në pjesën veri perëndimore të Pakistanit po zhvillohet një festival 2 ditësh kulturor për familjet me muzikë, vallëzim dhe ushqim. Zyrtarët në provincën Kiber thanë se ky zhvillim është organizuar për t'i argëtuar së bashku nënat dhe fëmijët e tyre. Shumica e grave në këtë provincë konservatore kanë mundësi të kufizuara për të marrë pjesë në jetën publike jashtë shtëpive të tyre. Dham videolajmet e radios Evropa e Lirë.